Një grup kriminal i dyshuar për 12 vjedhje është goditur nga policia në kuadër të operacionit të koduar harta. Në Prangaran, 31 vjeçari me inicialet DQ, 56 vjeçari me inicialet BS dhe 33 vjeçari me inicialet EG të tre banues në Elbasan. Gjatë operacionit u sekuestruan automjeti që autorët përdornin për të shkuar në banesat dhe bizneset ku kryenin vjedhjet, si dhe veshjet të përdorura gjatë krimeve. Nga hetimet janë zbardhur disa raste vjedhjesh dhe tentativash të kryera në zona të ndryshme në Tiranë, përfshi rrugën 7 Nëntori, autostradën Tiranë-Durrës, bulevardin Migjeni, si dhe në zonat e Vaçarit, Fush Mëzezës dhe Marikajt. Sipas policisë, tre të arrestuarit dyshohet se kanë vjedhur shumë aparash dhe sende me vlerë në disa biznese dhe banesa, si dhe kanë tentuar të kryejnë vjedhje në kompani të ndryshme gjatë muajve dhjetor 2025, shkur 2026. Hetimet vijojnë për zbardhjen e rasteve të tjera të mundshme, ndërkaq materialet procedurale janë referuar prokurisë së Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.